Pas ndërhyrjes në Bregdetin e Shëngjinit, aksioni për lirimin e hapësirave publike ka vijuar edhe në plazhin e Tales në Lezhë. Gjatë kontrolleve janë konstatuar shkelje në 3 subjekte private, të cilat ushtronin aktivitet pa leje të përkatëse dhe kishin zaptuar në mënyrë të paligjshme hapësirat publike të plazhit. 10 çadra dhe shezlong të vendosur u sekuestruan, ndërsa ndaj subjekteve shkelëse u vendosën edhe 2 masa administrative. Kryeinspektori i Policisë Bashkiake në Lezhë, Leonard Palaj, tha se monitorimi do të jetë i vazhdueshëm gjatë gjithë sezonit turistik dhe nuk do të ketë tolerim ndaj asnjë subjekti që synon hapësirat publike apo ushtron aktivitet në kundërshtim me ligjin. Gjatë monitorimit të Bregdetit Tales kemi konstatuar disa shkelje nga disa subjekte që s'kan kontratë as me Lezhë Invest dhe nuk kanë pajisur asnjë dokument për shfrytëzimin e hapësirës publike. Nga ana jon po merren masat e xhobave dhe sekuestrimi i çadrave dhe shtazlloneve. Ky aksion do të jetë çdo ditë deri në lirimin e gjitha hapësirave që janë dedikuar për qytetarët dhe për pushuesit. Bashkia e Lezhë bën me dije se kontrollet do të vijojnë gjatë gjithë sezonit në të gjithë vijën bregdetare, nga rana Hedhun deri në Kune, me synimin për të garantuar akses të lirë dhe të barabartë për pushuesit në plazhet publike, si dhe për të siguruar respektimin e rregullave nga subjektet që ushtrojnë aktivitet gjatë sezonit veror.